Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Për sot ju kam sjellë një recetë të lehtë dhe të shpejtë për drek ose dark. Në kohët e vjetra, kjo të dashur miq ishte një vakt i plot. Ndërsa tani në fakt e shoqëroj me pjatën e parë ose për meze. Un kam shtuar dhe djath kaçkavall, sigurisht receta origjinale nuk e ka, e cila është e thjeshtë pa djathin kaçkavall. Shumë e lehtë, gjithçka do e bëjmë brenda një tigani. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Kam përdorur gjithsej 3 speca me ngjyra. Thjesht specat e jenë dhe çfarë ngjyre juve të doni. Speci i kuq në fakt i jep një shije të ëmbël dhe ndaj ju këshilloj që ta shtoni për më tepër shije. Kam prerë në feta pak të holla, siç e shikoni në video. Ju sigurisht mund ta përni edhe në copa të vogla katrore. Ja pra ku i kemi gati. Do na nevojitet një tigan ku do shtojmë vaj ulliri. Gjithsej kam shtuar 3 lugë gjelle. Presim pak vaj të nxehet. Në fillim shtojmë 2 thelpinj hudhër, presim pak të lëshojnë aromën e tyre dhe më pas shtojmë specat. Do vazhdojmë të i skuqim derisa të marrin pak ngjyrë dhe të zbuten. Vendosim dhe kapakun dhe i lëm për diku 4 minuta, duke i trazuar her pas here sigurisht mos të na digjen. Pas 4 minutash i kemi gati. Për ju që nuk e doni hudhrën, në këtë moment mund ta largoni. Shtojmë 3 domate të prera në kubik të vegjël, të pjekura mirë dhe të zbutura që të kenë shije. Shtojmë 100 gram salcë domatesh nga kjo e holla. Nëse keni pastë të trash, mund të shtoni një lugë kafeje. Kri piper sipas dëshirës duke e provuar. Vazhdojmë i përzijej mirë. Dhe tani mbyllim kapakun dhe do i lëm për diku 10 minuta, derisa lëngu i domates të shterpojë dhe të zbuten mirë. Pas 10 minutash, një pjatë thyjmë 4 vezë. Në 150 gram salcë kosi, do vazhdojmë të i përzijim pak lehtë, sa të thyet pak e verdha dhe të bashkohet me kosin. Nuk duam të humbasim fare, mos të duket çfarë është. Dhe ja pra i kemi gati. Pas 10 minutash, salca me specat është gati. Duhet të ketë mbetur pak lëngje, mos t'i ketë pirë plotësisht, t'i jetë salcë trash. Dhe tani do shtojmë pak djath të prera në kubik të vegjël ose të thërmuara me dorë. Pas djathit pak rigon, sipas dëshirës, nëse nuk e pëlqeni mundeni mos e shtoni, dhe tani sipër hedhim vezët me salcën. E hapim mirë në gjithë sipërfaqen. Dhe i japim një trazim të lehtë, pa i kthyer përmbys, sa veza të futet midis specave. Dhe në fund, kjo është opsionale, nuk e ka receta origjinale. Kam shtuar pak djath kaçkavall ose djath mozzarella. Në zjarr të ulët e mbyllim kapakun për disa sekonda, derisa veza të piqet dhe djathi të shkrijë. Dhe ja pra, ky është përfundimi. E kemi gati, largojmë nga zjarri. Sipër e shoqëroj me pak rigon dhe majdanoz. Është një pjatë e preferuar për të gjithë shqiptarët. Me këtë tigan mblidhesh gjithë familja dhe shtyni një vakt. Dhe ja pra të dashur miq, ku përfunduam dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj në rrjetet sociale. Për ata që do e provojnë, punë të mbarë dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat, bashkë mirë të gjofshim në recetën e radhës.